Tu te bulevardi Gjergj Fishta, si që shikoni pas asaj rrëmuje normalisht që ka të bëjë me investimin e ujrave të bardha dhe ujrave të zeza. Tani kemi filluar asfaltimin. Do procedohet në gjithë qytetin me një shtres për të kryu kushtet e nevojshme të lëvizjes për sezonin turistik. Pastaj do vinë shtresat e tjera, të cilat do ta konfigurojnë të gjithë sistemin e rrugëve të asfaltuara të qytetin në një histori tjetër. Ju kërkoj shumë ndjes për gjithë këtë rrëmuj pune, por ne nuk kishim se si e bëshim ndryshe. E kuptoj edhe padurimin e disa qytetarëve, po e kuptoj edhe lajthitjen e disa pseudo-intelektualëve që mendojnë se gjërat bëhen me sust. Ne e kemi thënë, e kemi stërthënë se është një investim për 16 milion eurosh që ka të bëje me sistemin e kanaleve të ujrave të zeza dhe të bardha, ka të bëje me ujësietsin e Shëngjinit, Goca e Kakarriq dhe të lagjës Nën Tereza, të cilët kanë mbaru. Është një ndër gjërat më të rëndësishme që kanë ndodhur këtij qyteti dhe ky qytet nuk mund të bëjë pa këto. Normalisht edhe kur rregullon shtëpinë, bëhet rrëmuj, bëhet e bezishme, por në fundit rregullon diçka. Sot jemi me realitetin ndryshe për t'ju thënë qytetarëve që ne nuk e kemi lënë rrugë asnjëherë, nuk do t'u lëmë dhe do vazhdojmë të punojmë. Disa shqetësohen nga puna, nuk shqetësohen nga mos puna. Ne kemi zgjedhur me punu, hall me së punu, gjithsesi kjo historia e këtyre ditëve do të tregoj se ajo që e kemi thënë ne është e qartë dhe e saktë. Qyteti do të fillojë të përjetojë një tjetër histori. Një histori e cila na ka mungu, që ka të bëjë me përmbytjet, ka të bëjë me ujrat e zeza, ka të bëjë me cilësinë e rrugëve. Përfundimisht po bëjmë atë që i duhet qytetarëve të Lezhës.